Dje midis orës 12 dhe 14:30 në rrugën Iliria pranë tregut të Gjelbër në Tetov, zyrtarët e policisë nga sektori i punëve të brendshme Tetov ndërmorën masa dhe aktivitete për të shtypur aktivitetet e paligjshme sipas ligjit për akcizat dhe kodin penal. Gjatë kontrollit janë privuar nga liria personat: II 59 vjeç nga fshati Kamjani i Tetovës, RI 66 vjeç nga fshati Lërc e Tetovës, NM 59 vjeç nga fshati Selce e Tetovës, RS 46 nga fshati Pallçishti e Përmi Tetovës, RA 37 vjeç dhe BZ 64 vjeç, të dy nga Tetova, në ndyshimin se kanë kryer veprën penale shmangje e akcizës, sipas nenit 279B të kodit penal. Gjegjesisht, gjatë kontrollit të këtyre personave, u gjetën dhe konfiskuan gjithsej 453 shtek cigare të ndryshme dhe 199 kg duhan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të përgatiten kallëzime përkatëse.